Për legjendën, për ata që se di, pra mund të legjend po e quaj unë, po për katolikët e mirë, më të mirë se ata si puna ime, është fakt. Po. Pra na tregot lutem për shikuesin profan që nuk e ka njohjen apo Atëherë gjatë pushtimit parë të Shkodrës në 1467, nëse nuk e boj, thonë që ëngjëjt e morën afreskët e Zojës nga kisha që është nën kisha e Zojës Këshillit, famullia që është në poshtë kështjellës së Rozafës dhe e shoqëruar nga ëngjëjt edhe dy zotrinj nga Shkodra, ajo shkon në Gjenazzano dhe vendoset në Gjenazzano, ku është edhe sot në Itali. Gjenazzano në cilën zonë është të Italisë? Romës dhe Lazios. Lazio. Dhe në Gjenazzano aktualisht dhe ikona dhe afresku është aty. Ikona që është në kopertinë të këtij numri vjen nga Gjenazzano, sepse ato që ne kemi në kishën e Zojës Shkodrës, në Shkodër, në famulin, janë replika, janë kopje. Dhe origjinalja është në Gjenazzano.